përshëndetje nga Ndrini Bardh, rrugova Hosit. Unë sot arrita në rrugova Hosit, po këtu me shok, miq e dashamir. Po kalojmë një ditë të bukur, një ditë të çmuar këtu në Ndrin. Dhe mirë është, dita po marrë mirë, në hije, e të me u kallëzove. Ja, o Ndrini Bardh. E shret zote ka bo. Hajde me zonë peshe, hajde. Qëne, që kjo Ndrini Bardh. Qëne. Wow. E, mërë vloze. Hajde Ndrini Bardh me zonë peshe. Hajde. Deri në Gjakovo. I rrugovës Hosit deri në Gjakovo. Krusha Mohet, Celina, rrugova Hosit. Tash jam në region mes Celinës e Krushës Mohet. Këtu ku profesori me studentat, po, edhe unë sot me 15 qershor 2025 arrita këtu. Që kjo ura o konë që e guri malë që është, i kanë thonë ura turkit. Këto, që, kjo, shto figurit malë, figuri malë që po shiet atje, e linë qash, të që drejt. Që guri, që e guri. Që kjo, po konë unë, që shto. Ura turkit i kanë thonë. Turk millet, pis millet. Turk millet, pis millet. Që. Tu ka peshe. Mirë. Hajde me zona e peshka, hajde. Hajde. Va. Hajde vlozër. Shëret zote e ka bon. Zote i malë. Atje bujqit janë të punuen atë mas tunelisave kodë bujqit kohë. Profi që tu me studentat me dorë ka zonë peshe profi. Që tu profi ka zonë me studenta ka zonë peshe me dorë. Që me dorë i kanë zonë. Ko Sharona, ko Shkamas. Ne Abduraku edhe ne Hotis të ka zonë peshe. Shoku jam, Krushoni, bashkë, edhe une. Këtu ma mirë me ordën, se me shku në deti. Që në vlozën, shëret zote e ka bo.